Kartoni i Ernest Muçit do të blihet nga Trabzonspori për ta shitur më pas në Europë. Eagle Media nga Turqia shton në shkrimin e publikuar që një ofertë prej 17.5 milion eurosh mbërriti në zyrat e klubit të Trabzonit. Kjo është arsyeja që e shtyn klubin për të investuar sërish te Muçi. Opsioni për blerjen e kartonit nga Beshiktashi mund të shfrytëzohet deri më 10 maj. Bëhet fjalë për 8.5 milion euro që duhet të shpenzohen nga Trabzonspori. Më parë, 1 milion euro u dhanë për të siguruar huazimin. Muçi nuk ka luajtur gjatë muajit prill për shkak dëmtimi. Rikthimi në fushë pritet pikërisht sot, kur është rezervuar transferta me Samsunspor në transfert. 25 vjeçari është mjaft i vlerësuar te Trabzonspori. Klubi turk po lufton për të kaluar Fenerbahçen, që ndodhet 2 pikë larg. Tashmë ka një datë zyrtare për të mësuar të ardhmen e Ernest Muçit. Nëse Trabzonspori nuk shfrytëzon opsionin e blerjes së kartonit deri më 10 maj, atëherë mesfushori me tipare sulmuese do të kthehet te Beshiktashi në edicionin e ardhshëm. Presidenti i Beshiktashit, Serdal Adali, tregoi se dëshiron rikthimin e Muçit. Kështu, presidenti i Beshiktashit u shpreh se shpreson që Trabzonspori dhe Cagliari të mos shfrytëzojnë opsionin e blerjes për lojtarët që kanë në huazim. Trabzonspori po projekton transferimin e Ernest Muçit, ndërsa Cagliari të Semi Kiliçsoj. Disa nga lojtarët që dërguam në huazim do të largohen. Opsioni për blerjen e kartonit të Ernest Muçit vlen deri më 10 maj. Në anën tjetër, Semi Kiliçsoj ishte diçka rreth fillimit të qershorit. Shpresoj që nuk do të shfrytëzohen opsionet për blerjen e kartonit, pasi është shumë e vështirë që të blesh një lojtar për aq para. Ne nuk kemi diskutuar zbritje, u shpreh presidenti Adali për HT Sport.